Përshëndetje. Rënja dramatike e eksporteve vazhdon pikjatën e pandarshme për shkak të modelit të dështuar ekonomik të rilindjes që bazohet vetëm te pastrimi i parave të pista të krimit dhe korupcionit përmes kullave dhe resorteve luksoze. Sipas të dhënave të vetë Institutit të Statistikave të Edi Ramës, Instatit, kriza e rënjes së eksporteve në vitin 2024 është thelluar ndjeshëm krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023 me një paksim prej rreth 15.2% ose me 67 miliard lek në vit. Paralelisht, është përkeqësuar edhe përqindja e mbulimit të importeve nga eksportet nga 51% në vitin 2023 në 42% në vitin 2024. Eksportet e Shqipërisë janë sot rreth 8% e prodhimit të brendshëm bruto, apo aq sa 30 vite më parë, ku ndërkohë mesatarja e eksporteve të vendeve në rajon është në rreth 5 herë më lartë dhe ku vetëm në Maqedoninë e Veriut Qinje eksportet zen 57% të prodhimit të brendshëm bruto. Nisur nga ecuria aktuale, kjo diferencë pritet të thellohet mëtej edhe për shkak të narko-euros që vijon të falimentojnë në masë fermerët dhe prodhuesit vendas, duke faktuar dështimin e plot të narko-qeverisë për të mbështetur kompanitë eksportuese për t'i mbrojtur ato nga rritja globale e çmimeve të lëndëve të para, si edhe nga kriza e qëllimshme e kursit të këmbimit. Përmbysja e këtij modeli mafios dhe klientelist të narko-ekonomisë që dëbon dhe varfëron shumicën e shqiptarëve është sot më shumë se kur një emergjencë kombëtare. Shqipëria fuqi eksportuese, prioriteti i pesëmadhor i Partisë së Lirisë është Shqipëria madhështore, që do të ndërtojmë së bashku me të gjithë shqiptarët e ndershëm dhe patriotë dhe sidomos me prodhuesit vendas pas 11 majit. Ky objektiv i Partisë së Lirisë do të arrihet nëpërmjet realizimit edhe të 4 prioriteteve të tjera: ndalimit të shpopullimit, dyfishimit të pagave dhe të pensioneve, nëpërmjet arsimit dhe fuqizimit në kapitalin njerëzor, si dhe fuqizimit të bujqësisë dhe të ushqimit, që tani më janë pjesë integrale e programit të koalicionit fitues Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Vetëm rritja e qëndrueshme e eksporteve do të kontribuojë në ritme të larta të rritjes së të ardhurave kombëtare, si dhe në ndërtimin e Shqipërisë madhështore që meritojnë të gjithë shqiptarët. Vetëm duke votuar në 11 maj për koalicionin Aleanca për Shqipërinë Madhështore, mbështetja e aktiviteteve prodhuese dhe eksportuese do të arrijë në nivelin 50% të prodhimit të brendshëm bruto. Vota për koalicionin Aleanca për Shqipërinë Madhështore është jo vetëm vot kundër modelit të narko-ekonomisë dhe kundër narko-euros, por është një vot pro prodhimeve made in Albania, është vot pro modelit që mbështet prodhimin vendas dhe garanton shitjet në tregje ndërkombëtare të produkteve të tyre, është vot pro që mbështet fermerët, punëtorë dhe duarart të Korçës, të Myqëzaqes, të Tiranës dhe të mbar Shqipërisë që prej 12 vitesh detyrohen të hedhin në kanal Mundin, Djersën dhe sakrificat e tyre, duke parë si të vetme zgjidhje largimin nga vendi. Shqipëri madhështore do të thotë Shqipëri fuqi eksportuese, dhe kjo do të realizohet vetëm fal programit ton, që synon rritjen e prodhimit të energjisë nëpërmjet liberalizimit për të qenë të pavarur nga importi i energjisë elektrike, ndërtimin e kapaciteteve të përpunimit të naftës dhe produkteve të tjera të hidrokarbureve, rritjen e shkallës së pasurimit dhe përpunimit të mineraleve në vend me qëllim rritjen e vlerës së eksporteve të tyre, nëpërmjet nxitjes dhe përmirësimit të prodhimit bujqësor blektoral, rritjen e përpunimit agroindustrial, rritjen e eksporteve dhe rritjen e burimeve dhe rezervave ushqimore për vendin.
nëpërmjet nxitjes dhe rritjes së prodhimit të industrisë, duke i siguruar mbështetje infrastrukturore, subvencionuar investimet si dhe grante për kompanitë eksportuese, mbështetjen dhe nxitjen e përdorimit të teknologjisë me qëllim uljen e kostave të prodhimit dhe rritjen e konkurrueshmërisë së produkteve, procedura të thjeshtuara administrative dhe doganore me vendet e Bashkimit Evropian, krijimin e lehtësirave fiskale, njohjen dhe kthimin e vlerës së TVSH-s në momentin e eksportimit për të gjitha sipërmarrjet eksportuese, mbështetjen me grante, programe, kredi të buta, garanci sovrane për gjitha kompanitë eksportuese vendase, mbështetjen e bizneseve start-up me potencial rritjen e eksporteve dhe në veçanti në fushën e IT-s dhe inovacionit, duke financuar deri në 10.000 euro për startup dhe tax free për 5 vite. Rritjen e investimeve në arsim dhe kujdes shëndetësor për të rritur kapitalin njerëzor dhe konkurrencën në industri me rritje të shpejtë dhe me vlerë të lartë si bioteknologjia, inxhinieria, financa dhe mjekësia. Rritjen e investimeve në infrastrukturë moderne për të mbështetur të gjitha bizneset dhe industritë e përfshira në tregjet ndërkombëtare. Mbështetje për standardizimin e produkteve dhe markave të prodhimit në dobi të zhvillimit të biznesit shqiptar në përgjithësi. Humbja e sigurt me 11 maj e organizatës kriminale të përfaqësuar nga Edi Rama dhe Rilindja do të jetë një çlirim për ekonominë dhe për të gjithë prodhuesit në vend. Vetëm duke votuar më 11 maj për koalicionin PD Aleanca për Shqipërinë Madhështore, potenciale të jashtëzakonshme, njerëzore, intelektuale, profesionale do të çlirohen dhe Shqipëria Madhështore, fuqi prodhuese dhe eksportuese në rajon, do të jetë një realitet që do të përkas të gjithëve, në radhë të parë fermerëve dhe prodhuesve vendas. Faleminderit.